besoj fuqishëm që ky 4 vjeçar, me krejt sukseset që ka ndodhur, e ka trasu rrugën që në 4 vitet e ardhshme, në qeverisin e Fereti Drizit, vërtet Vushtrria të bëhet ashtu si që ndrone, si që dëshironi ju, e mbi gjitha që rinia e Vushtrisë ta ketë rolin kryesor të transformimit të cilin ju e dëshironi. Mandatin që po vjen kam planifikuar 1 milion euro vetëm për të rinjit zhvillim të kapaciteteve profesionale. Faleminderit shumë që keni ardhur me na dëgjuar, faleminderit shumë për mbështetjen që na keni jep gjatë rrugëtimit tim politik, edhe e janë rrugëtojmë së bashku. Faleminderit.